zemër të gjithëve. Mirë se vini në episodin e radhës podcastit për jetimet pashprehuna. Sot kam nderin me ju prezantu një musafir që me jetën e tij po lën shembullin më të fortë përballjes dhe refleksionit, Besnik Jaha, i cili është një krijues i jashtëzakonshëm i shumë veprave letrare. Ai është një njerëz që me përvojat e tij na kujton fuqinë e shpirtit dhe të besimit për me ka përthysh çdo sfidë. Sot bashkë me të kemi me hy në një bisedë sinqertë të pasur plot urtësi e frymëzim. E ndjekim bashkë. Besnik, mirë se erdhe dhe jam e nderuar me prezencën tënde këtu sot. Nësë gjithë, kënësia ime. Kush është Besnik Jaha në sytë e vete dhe qysh e përshkruan veten? Një vepër e vjetër e kulturës greke, Kratili e Platonit, na tregon se emrat e njerëzve dhe gjërave nuk janë rastësi. Thellë brenda vetes besoj që meritoj emrin që kam. Përndryshe, mundohemi që një besimtari përkushtuar. Baba im është një prej personave që më jep shembullin e një punëtore që s'di me u lodh të punu. Ndoshta është personi që kur se kam pa të thonë jam lodh. Punëtori më i madh që një. Dhe së fundmi, viteve të fundit edhe tekstualisht më las si porosi. Më thanë njëherë, tha, shiko birë, tha, punë mos kërko kur, por punës jo kur mos i thuaj. Se ndoshta Zoti ka bërë që pikërisht e ai momenti kur ne i themi jo të fshihet bereqeti më i madh i jetës sonë. Dhe kësaj porosie të babës, sikur ja kam pa pak sherrin, se jam gjithmonë njëri që kam problem me kohën, nuk kam kohë. Duke u angazhuar qoftë në punë zyrtare, si mësimdhënës, medrese në Fakultet Studime Islame, qoftë si redaktor, qoftë si autor kur dëshirojmë shkruajmë diçka. Pra gjithkohon jam person që merrem me diçka. Besnik, çfarë ndikimi ka pas fëminia jote apo familja jote në formimin e karakterit tënd? Si të çdo person, fëmijëria mbetet një pjesë e pashlyeshme në historinë, kujtesën e tij, po edhe në ndërtimin e karakterit. Kam pas fatin me u rritë në një familje të madhe, edhe pse kështu kemi qenë që kemi jetuar vetëm me prindrit dhe me vllain e motrën, po axhallarët dhe kushërinjt kanë qenë pjesë e përditshmërisë. Edhe unë jam rritë më shumë në praninë e Axhës se sa të prindit, me që prindi më jetonte në gurbet. Dhe kam qenë edhe i përkthjelur i shtëpisë. Unë jam një i pari gjyshit në bas 10 mbesave dhe kam qenë kështu tipi që më kanë lazdru nga pak, megjithse nuk besoj që ua kam keq përdor kur. Gjyshi im është njohur si burri i fjalës, burr që kur e ka thënë fjalën edhe e ka mbajt, po ne ka pas po, jo në jo. Këtë është munduar të mbjellte të fëmijët e vet, po dhe ata të ne. Kjo është pjesa që më mbaj mend pak a shumë, megjithse kam qenë shumë i vogël kur ka vdek gjyshi, po rrëfimet për të gjithmonë më kanë edukuar që të kem një karakter të pathyeshëm, kuptimin mos dorëzohem kurrë. Jeta të përballë me fortuna të vazhdueshme çdo herë dhe fortunat janë sikur ato plasaritjet që
të bëjnë të kuptosh edhe limitet e vetës. Thyerjet janë pjesa kur ti fillon me u rieduku, me u ritrajtu brenda vetë qenjes tënde. Dhe në këtë plan, më vonë kur lexova për kulturën japoneze të kintsugit, është përpunimi i qeramikave, kur thyen qeramikat hidhet platinium, metal ose ari, argjent, shkrihet në pjesët e thyera dhe qeramika merr një formë pak më artistike, mirë po edhe më të fuqishme. Pjesa ku thyhet, qeramika bëhet e pathyeshme. Në kuptimin që plagët janë ato që na bëjnë të pathyeshëm në ato pika, dhe këtë edukim për të mos u dorëzuar para çfarë do lloj sfide qoftë, e ka marrë besoj nga familja. A ke pas ndonjë moment që je ndihmë afër Zotit edhe qysh ka ndihmu ky raport me pa vlerën e durimit edhe të falënderimit? Unë vi prej një fshatit Kaçanikut që nuk njihet si fshat shumë fetar, është e kundërta. Me poet të shumtë me... Po, letrare poet plot, fetar jo. Ndryshe jem haxhi i parë në fshat edhe në familje. Njëtën kohë dhe i pari studiusi fis brenda familjes. Kur kam shkuar në medrese vetë, kam filluar në fillim të falem duke u shtirë se po falem. Kisha frikë se mos do të më përjashtonin prej shkollës, prandaj improvizoja që po i them dovt pa i ditë. Vetëm se babi im edhe gjyshja në gjesë post kishin qef që unë t'isha medresist. Dikon vitin e tretë kam identifikuar besimin, kam përjetuar besimin. Domethënë 2 vjetë medresis kanë kaluar kështu shtirje, improvizim. Megjithse u mundohesha të përkushtohesha në mësime, po pa e kuptuar thellë besimin. Nga viti i tretë fillova ta njoh veten. Sikur më mirë dhe ajo përgjigja prej thellësisë vetës, se kush jam unë, çfarë duhet bëj në këtë botë, në këtë jetë, ku do të shkoj pas vdekjes. Pra, fillova të kërkoj këto përgjigje dhe nuk është që e kam gjetë definitivisht përgjigjen vetë. Kam mësuar prej mësimdhënësve, cilëve u jam përgjigj gjithë jetën, dhe cilët sikur ma kanë shtruar rrugën që ta kem më të lehtë ta njoh veten. Mund të them që pika më e thellë kur kam përjetuar besimin ka qenë kur isha para 2 vjetëve në Medinë, dhe derisa po vizitoja varrin e pejgamberit alayhi salam, pash një të moshuar që ishte para meje dhe çante shumë. Fillova ta shoh dhe këtë sekuencë kam shkruar edhe në librin hera e parë në Mekë. Ai ishte i moshuar, duke i hequr keq, i varfër nga ndonjë vend afrikan. Unë isha i ri, kishin krejt antitezat. Unë isha duke i prej një standarde më të mirë të jetës, mirë po fillova ta lakmoj. Ai bënte një interkomunikim me pejgamberin alayhis salam. E shikonte çante dhe s'ndali duke shikuar varrin e tij dhe fillova të hyj brenda atij interkomunikimi dhe t'i lakmoj sa thellë kishte përjetuar besimin. Dhe kur patëm fatin të hyjmë në Rauda, aty pata fatin të ri për 20 minuta dhe duke fal namaz pikërisht në vendin ku ishte fal pejgamberi alayhi salam kur kishte qenë i smur, sepse Abu Bekri e kishte nxjerr imam. Kur bëra sejdën e parë aty, sikur ndjeva
një dimension tjetër. Pejgamberi alayhis salam ka thënë që rrugë është kopsht për kopshteve të xhenetit brenda kësaj bote dhe për një mend sikur u ndjeva se jam brenda atij kopshti. Ajo ka qenë pika që s'do ta harroj kurrë, nuk e di nëse mundem ta shpjegoj se si jam djerë. Jam munduar ta them në libër. Shkrimtarët e kanë një defekt që dinë të shkruajnë, po jo të flasin si të shkruajnë. E kam thënë më mirë në libër se sa po e them tash. Nuk besoj që kjo po dallohet shumë të ti, po gjithsesi mban mend ndaj bark? Jo, është tekst prozaik, është shpjegim. Thuhet udhëtimin në Qabe është e pashpjeguar, e pa përshkruar. Zakonisht kur i pyesin në aeroport si keni kaluar haxhinti, ose umdëgjit thonë, nuk di ta them me fjalë. Unë mundova ta them me fjalë. Në fakt atë libër e kam shkruar brenda një nate. Gjatë gjithë udhëtimit kam pas marrë shënime dhe i erdhi një moment kur ditë e premte kthehemi në shtëpi. Hyra në bibliotekë, fillova të shkruaj dhe kam shkruar gjithë pas ditën, gjithë natën deri në kohën e ezanit sabahut. Nuk di ta shkruaj për zyti, dhe është një gjë që del vetëm një herë. Ndoshta se edhe vetë përshkrimi, përjetimi i udhëtimit është i tillë. Thonë, përshtypja e parë kur nuk ka një rast të dytë, kështu që ajo ishte përshtypja e parë e imja, kisha dëshirë ta arkivoj brenda tekstit, brenda kujtimeve. Zoti na bën dhe është mrekulli, na bën t'i harrojmë shumë gjëra në jetë. Në fakt nëse s'do të kishim harruar, nuk do të kishte njeri të lumtur në botë. Sepse ne jemi njerëz që përjetojmë edhe raste të pakëndshme dhe vetë harresa është mrekulli. Mirë po janë disa gjëra që nuk ke dëshirë t'i harrosh. Te unë ishte momenti kur vizitova Raudën. Këto rastet kanë go me pa, ndoshta edhe të qenit falendërues pak më ndryshe, konceptin e falënderimit pak më ndryshe në raport me njerëzit e tjerë, edhe po ashtu që patëm durimi, koncepti durimi në fillim. A kanë ndërlidhje këto mes veti, edhe a kanë ndërlidhje me ngjarjet që ti ke përjetuar? Shumë. Besoj sa më shumë që provojmë të besojmë, sa më shumë që provojmë të kuptojmë besimin, aq më pak merremi me njerëzit. Aq më pak provojmë t'i bindim gjithë që kemi përreth se ne kemi drejt në ato që themi. Fundja në këtë botë se cili ka të drejt po aq sa ti. Edhe në besim, edhe në gabimin e vetë. Derisa në një moment caktuar ta kuptoj se t'i vi ajo prej Zotit si udhëzim, si kuptim. Personalisht, mendoj që në këtë plan kam qenë më pak këmbëngulës në mendimet e mia, në diskutimet me njerëz, kam qenë më shumë liberal, më i mëshirshëm, më tolerant. Sikur kam dashur t'i lënë njerëzit që jeta ti mësoj. Sikur jam munduar që t'i falë edhe kur kanë gabuar ndaj meje. Sikur jam munduar që në fakt besoj thellë që çdo njeri brenda vetes thellë është falës. Sepse thellë brenda vetes e di që Zoti është më falës se sa më ndëshkues. Edhe në momentin kur dikush na bën ndonjë të keqe, ne dikun skajeve të vetdijes tonë, shpirtit tonë e kemi falur, edhe nëse se kemi shprehur me gojë. Shumë njerëz madje jetojnë me pengje të mëdha në këtë botë. Vdiq prindi,
nuk ma bëri halal, vdiq shoku, nuk u përshëndeta me të, vdiq ai ky dhe s'kam qenë duke pas marrëdhënie të mira me të. Në fakt, besoj që thellë edhe atëherë kur jemi të hidhëruar mes njëri tjetrit, ne jemi duke e falur njëri tjetrin. Zoti, kur e ka krijuar njeriun, i ka dhënë shpirtin, min ruhi, dhe hidhërimi i Zotit mundet me mëshirën e tij. Pra, mëshira është më e madhe se hidhërimi. Dhe ne thellë brenda vetes kemi këtë element. Kjo shprehet sidomos te rastet kur njerëzit që kanë pësuar ndonjë fatkeqësi prej dikujt arrijnë që pikërisht ndoshta edhe në momentin e fatkeqësisë ta falin. Në fakt unë besoj që e kanë falur ende pa e thënë. Megjithse egoja, karakteri, edukimi ynë shpeshherë na e prolongon këtë falje, këtë shprehje të faljes. Besnik, qysh e përkufizon suksesin edhe a mendon që e ke arrit? Suksesi është diçka personale, dikush që ndihet i plotësuar, dikush që bën atë që do, besoj që ndihet tip që ka arrit sukses. Mund të them që ndihem i plotësuar, mirë po kam edhe shumë për të bërë. Në kuptimin që nuk jam tip që sa po realizoj një projekt, nuk kam çfarë të bëj tjetër dhe mjaftohem me aq. Një prej miqve të mi më ka ndruar një botkuptim të nevojës sime për pushim, sepse nga lodhja e punëve të tepërta kur takoheshim me të, më thoshte si e kështu i lodhën nga angazhimet. Edhe më thotë kështu, thotë Zoti, thotë në Kuran ka thënë ditën e kam bërë për punë, natën për pushim. Nata është e mjaftueshme për pushim, s'ke nevojë për fundjava, pushime verore, dimrore. Në fakt, fillova ta shoh jetën në këtë plan dhe e kuptova që kisha kohë pak më shumë, isha më produktiv, arrija më shumë suksese. Megjithatë, si shoqëri besoj që duhet të edukohemi që të kërkojmë vazhdimisht. Jo në kuptimin që t'jemi të pakënaqur, po në kuptimin që të mos mjaftohemi me pak në aspektin e angazhimeve në jetën tonë, në aspektin e sukseseve. Nxënësve dhe studentëve të mi shpeshherë u bëj një pyetje dhe u them, cila është kauza juaj? Çfarë kauze keni? Dhe i shoh që stepen pak mendohen sikur duke u menduar çfarë është kauza. Dhe raste edhe ma bëjnë pyetje, po profesor, çka është kauza? Pastaj unë sikur duke pritur këtë pyetje prej tyre, me që në të vërtetë jemi duke u rritur si shoqëri pa kauzë, filloj edhe mundohem t'ua bëj të qartë në kuptimin që kauza është ajo që ty të bën të ngrihesh, të punosh ditë e natë, pa idenë që ke me u kompenzu dhe pa idenë se duhet me u lodhë. Është ajo që të bën me dhonë gjithë shpirtin për te. Dhe vetëm atëherë kur arrim rezultatin e mirë, pozitiv, atëherë mund të themi që kemi mri sukses në jetë. Ne mund të dërmohemi, mund të lodhemi, mund të japim djerë se gjak në një kauzë, po nëse tjetri punon pak më shumë se ne kemi dështuar. Kauza fiton vetëm atëherë kur në anën tjetër ti ke mundur antikauzën. Si shoqëri ne kemi shumë nevojë të edukohemi në këtë kontekst. Të mos mjaftohemi me pak, të mos stepemi dhe të dehemi në kuptimin e gëzimit pas sukseseve të vogla, sepse dekadenca që kemi si shoqëri islame o dhe kombëtare është pikërisht për shkak të
kësaj dehije sociale që po e përjetojmë në sukseset vogla dhe në fakt kjo nuk shpreh asgjë më shumë se sa një ignorancë, një padituri, një vetknatësi të paarsyeshme. Cilat i mendon ti që janë kriteret e suksesit, ose mendoj që me qenë se veç se po e pohon që është keq kuptu si koncept, që synojmë shumë pak ndoshta edhe nuk i sfidojmë limitet tona. A ka ndonjë kriter caktuar që e ke ndjek ti për veten, ose modelet e tua, rolet që të cilat ti i ndjek të kanë dhënë me kuptu që ndoshta kjo është rruga e suksesit? Unë nuk e thash që kam rri suksesin. Thash kam edhe shumë për të bërë. Zoti në Kur'an dhe pejgamberi alayhis salam në hadithet e veta na tregon se cila është tregtia e dështuar në kuptimin e atij që hyn në Ramazan dhe del prej Ramazanit pa e fitur xhenetin. Në planin e angazhimit të pandalshëm, Ramazani është një formë edukimi shumë e veçantë, e papërsëritshme si model. 10 ditë e para, 10 ditë e mesit, 10 ditë e fundit. Dhe në 10 ditë e para, shpërbimi është tjetër, në mes tjetër, në fund është tjetër. Dhe në 10 ditë e para, ke një angazhim, si kur fillon me, unë zëndzë ju them, sa orë lexoni në ditë, arsimtar profesor, orë. Dhe më thënë, lexoj 9 orën, me minuta. Dhe mundohem t'i motivoj duke u tregu që në gjeneratën time, kur ishim në studime, deri në 2 orë ne konsideronim që vetëm jemi duke i hapur turbinat, kështu. 2 orë lexim kanë qenë veç me hy në brenda temave. Pastaj 10 ditë e mesit janë për të arritur angazhimin prapë. Dhe nuk shkon angazhimi duke rënë në 10 ditë e fundit. Edhe pse ne mund të lodhemi, edhe pse ne mund të jemi më të raskapitur nga agjerimi, nga aktiviteti, 10 ditë e fundit çka mësojmë prej besimit tonë? Mësojmë që ta shtojmë edhe më shumë. Ky ndoshta është një plan, një dispozitim i modelit një suksesi në jetë. Atëherë kur ti i lodhën, prap merr energjinë prej skajeve të shpirtit tonë, jepi vetes dhe qohu. Kam lexuar diku në libra të mjekësisë që njeriu kur rrezohet për to, kur i bie të fiket, humbe dijen, ruan brenda qenies vet, fizikut vet dhe rreth 40% të energjisë, që nuk është pak. Pra sikur trupi ynë ka akumuluar disa akumulator rezervë të energjisë tonë në raste emergjente për të mbjetuar në situata me të cilat mund të ballafaqohemi që nuk mund të jenë gjithmonë të këndshme. Në këtë kontekst, ne duhet ta marrim edhe si edukim nga plani i Ramazanit që të mos themi jemi lodhur në 10 ditë e fundit, mos themi jam raskapitur. Brenda qenies tënde ke ende energji nga ti nuk mund ta kesh idenë. Prandaj shfrytëzoj energjinë në maksimum, sidomos në fund, dhe inshallah Zoti shpërblimi nuk do ta mungoj, ai është suksesi më i madh. Cila ka qenë shtysa kryesore për me zgjedh këtë profesion a fushën ku je sot aktiv? Shkuara në medrese ka qenë aksidentale, të them kështu. As vetë nuk e kam ditë ku jam të shku. Ka qenë vullneti babës me shku në një shkollë të tillë dhe nuk kam mujtë me i thonë jo kërkesës babës edhe për shkak të mungesës së tij në shtëpi. Kur vinte prej Zvicrës, isha ai tipi që menzi pritja diçka me kërkuaj për me ja realizu. Mirë po, ja ka vlejt në kuptimin që kam shku, kam shfrytzu, kam mësu shumë gjëra. Mendoj jam njeri shumë me fat për 3 hapa, 3 arsye ndër të tjerësh në jetën time. Kam pasur mësuesin më të mirë,
në shkollë fillore. Mësuesin Ismail Jaha, i cili ka qenë një prej mësuesve shumë të përkushtuar dhe i cili më ka vesh në karakterin tim principin e punës dhe pedantrisë në punë. Gjithsesi edhe të karakterit pathyeshëm. Në shkollë të mesme kam pasur fatin të kem profesorët më të mirë, për i cilëve kam marrë shumë në jetën time, po dhe në studime kam pasur fatin të marrë mësim ligjërata, të ndjek prej figurave intelektuale më të nderuar të shoqërisë sonë. Këto 3 fazat jetës time, sikur kanë ndërtu diçka te unë që besoj se kanë ndiku edhe në orientimin profesional. Unë vi për një fshati që letrar, gazetar, poet e shkrimtar kemi plot. Dhe gjuhën e kam pasur prirje që nga fëmiria. Vetëm orientimin në fakultet pastaj ka qenë pak me vonesë, në kuptimin që shkova në një shkollë fetare, pastaj në një shkollë filologjike. Megjithse besoj prapë brenda vetes që nëse e lëm jetën tonë të rrjedhë në kuptimin e natyrshëm, ajo nuk na çon aty ku ne nuk jemi të bërë për atë punë. Pra, zakonisht besoj vete që ne gabojmë kur sforcojmë situatat në jetë, emocionet, mendimet, raportet tona me të tjerët ose edhe me vetveten. Nëse i lëm gjërat në natyrshmërinë e tyre, jemi më të qiltër, më të sinqert, edhe gabimet do të kemi më të vogla. Puna jote është e dëshmuar dhe veprat e tua tashmë janë të njoftuna. A ka diçka që kishe dashur me lanë si trashëgimi profesionale, shpirtërore? Kujtimet mira. Njerëzit me kujtu gjona të mira prendish. Dhe veprat e mira që i kemi bë me qenë shembull për mi bë edhe të tjerët. Çdo njeri që ka lindë dhe do të shkojë për kësaj bote, është i guximshëm ai që ka guxuar t'i hap vetes derën dhe t'i tregoj botës se kush është brenda shkrimeve. Si shkrimtar, poet, e bëjmë këtë në veprat tona letrare, poetike, prozaike. Dhe shpresojmë që njerëzit t'i kuptojnë në formën se si kemi dëshiruar në t'i shprehim. Nga njëherë njerëzit në këtë botë mendojnë që nuk po kuptohen mirë, ose nuk është duke i kuptuar dikush. Është gjithmonë dikush që ka me të kuptu. Do t'jetë gjithmonë dikush që ka me të kuptu. Thjesht ti mos u ndal, puno dhe mundohu të lësh një shembull të mirë. Njeriu nuk është përveç një grumbull ditësh që në çdo ditë të jetës së tij përpiqet të lërë diçka që të shkëlqej, të rrezatoj edhe kur ky s'do t'jetë. Kjo është ndoshta dëshira ime më e mirë. Gjithsesi edhe njerëz që pastaj pasi ti kujtojnë këto gjëra, të lutem për ne. A mendon që e ke përmbledh veprën tonë më madhore? Jo. Unë mendoj që në kohën që jetoj, mosha që kam, është koha kur unë jam duke kuptuar më së miri gjërat që jam duke jetuar. Ajo që do të më sjell jeta më vonë, do të jetë ajo që do të më edukoj të mendoj në atë kohë që vjen se si është çështja. Pra në çdo kohë që jetojmë, ne sikur edukohemi nga vetë koha, nga vetë situatat, nga vetë ato me të cilat ballafaqohemi. Sot mendoj që këto që them, këto që bëj, janë këto që duhet t'i them dhe duhet t'i bëj. Nesër do t'i them, do t'i bëj gjërat ndryshe, sepse jeta do të më kërkoj të mendoj, do të më edukoj të mendoj ndryshe.
Në kuptimin që e thash edhe pak më herët, t'i lëm gjërat të rrjedhin, t'i lëm gjërat të na përcjellin në jetë në natyrshmërinë e tyre. Njeriu çdo herë kur del nga natyrshmëria, përfundon i trushpërlar, i ideologjizuar. Dhe kjo është pika kur njeriu pastaj edhe ndrron orientimin e vet. Zakonisht për gabim. Nëse do të kishim një edukim mirëfill, cilësor, nëse do të lexonim më shumë, sepse fundjavës nuk është e rastësishme pse Zoti në Kur'an fjalën e parë na ka thënë lexo. Prandaj ndoshta kur nuk do të arrijmë ta kuptojmë. Mirë po, ekziston një urtësi pse Zoti i është drejtuar krijesës njeri me tekst. A ka mundur Kurani të jetë tekst, po mendoj libër pikturash? A ka mundur porosia e Zotit në vi në konceptin instiktiv, sikur kafshëve? A ka mundur të jetë audio, ose vetë t'i dim nga natyrshmëria jonë? Për Zotin nuk vlen shpreha ka mundur, sepse ai mundet gjithçka. Është një urtësi pse Zoti na orientohet me tekst. Na e zbret fjalën e tij në formë tekstore që ne ta lexojmë dhe na thot lexoni. Sa më shumë që lexojmë si shoqëri, si njerëz, aq më shumë do ta kuptojmë veten, aq më shumë do t'i përgjigjemi asaj porosisë, imperativet hynor që ne thjesht ta kuptojmë, ta njohim veten, se vetëm duke njohur veten do ta njohësh edhe Zotin. Cila është lutja më e shpesh që ti e bën për veten edhe për ata që i don? Për veten është një jetë kuranor që them, Zot mos më merr shpirtin për vetë se duke qenë besimtar. Ndërsa për besimtarët është një lutje që kam mësuar së fundmi që e kemi shumë të nevojshme si shoqëri. Rabbi zidni ilmen, o Zot na e shto dijen. Mendoj si shoqëri kemi nevojë shumë të jemi më të shkolluar, më të edukuar, jo në kontekstin vetëm të edukatës morale, po edhe në kontekstin e arsimimit, nga anglishtja educated. Vetëm një edukim i mirëfill, cilësor, do të bënte që ne të ishim më të plotësuar, qoftë brenda vetes, qoftë si shoqëri. Krejt problemet që ka i kemi për shkak të edukimit, jo cilësor, jo duhur. Ndërsa ka me shok, shpesh herë them që ne shqiptarët kemi vetëm një problem. Problemin e ka emrin pa përkushtueshmëri. Zoti në Kur'an na thot në një ajet kuranor, ata që kanë besuar, thumë istaqamu, pastaj kanë qëndruar. Termi istikam, është i njohur për ne, për shoqërinë tonë, është term që përdoret edhe në gjuhën tonë, dhe nënkupton zakonisht frontet e luftës, istikamet e luftës, pozicionet ushtarake që ushtarët mbajnë gjatë ballafaqimit të tyre me armikun. Dhe kur vdes një dëshmor, themi që vdiq në istikamet e lirisë. Nëse e analizojmë pak më thellë këtë dimension, pse themi që vdiq në istikamet e lirisë dhe çfarë qen nga istikamet? Istikami nënkupton pozicionin që ti ke marrë në jetë dhe cilin ti e merr me gjithë shpirtin tënd. Dhe themi për ushtarin, dëshmorin që vdiq në istikame, sepse ai nuk lejon me qenë gjallë e armiku me kalu këtej. Prandaj vdes në istikame. Pra çfarë qen ka istikami? Istikami është kur ti ke marrë një përgjegjësi, ke shku student, je student i përkushtuar. Je nxënës në klasë të parë, je nxënës i përkushtuar, kthehesh në shtëpi, bën detyrat mirë. Prindi është i përkushtuar të korrigjojë ai ke bërë detyrat.
Nesër je student i përkushtuar dhe nuk provon të përvidhesh vetëm për të marrë notën kaluese dhe për të ikur nesër dhe ndoshta për të bërë një mësimdhënës i pa përkushtuar që prodhon pastaj gjenerata me pa përkushtueshmëri. Shoqëria jonë është shoqëri që ka nevojë për përkushtueshmëri. Kur ne marrim një punë përsipër, pavarësisht nëse na sheh ose jo shefi, na sheh Zoti i shefit, ne duhet ta bëjmë punën se e kemi marrë përsipër për ta bërë. Jo pse duhet t'i japim dikujt llogari. Nëse përkushtueshmërinë pas besimit në jetë e bartim në vetdijen, në edukimin tonë që do t'i japim llogari Zotit, ose siç kanë qenë gratë e sahabëve të Resulullahut, shembull shumë i mirë për jetë, kur kanë dalë burrat e tyre për me shku në punë të jetës dynjas, kanë dalë të dere, u kanë thënë atyre se ne mund të adurojmë urim, por jo zjarrin e ferrit. Ne sot vuajmë nga ky problem si shoqëri. Domethënë, na mungon edukimi të jemi të përgjithshëm, të jemi të përkushtuar në punët që marrim dhe që ato t'i bëjmë në mënyrën më të mirë të mundshme, ashtu siç dimë ne më së miri. Përtej këtij dimensioni, edhe nëse gabojmë, jemi të falur edhe prej Zotit se s'kemi ditë dhe s'kemi mundur më shumë. A ke pas ndonjë moment që të ka bo me mendu, me hek dorë prej planeve tua jetësore, prej qëllimeve tua ose ëndrave tua kushtimisht, edhe që ata ka ndryshu mas nej këndvështrimin e të ka bo me dalë për kësaj gjendje? Çdo njeri ka momente jo të këndshme në jetë. Me po, edukimi që kam marrë, qoftë prej familjes, qoftë prej shkollës, më ka bo me pas një karakter që nuk dorëzohet. Fundja, edhe si musliman, e kemi haram shpreshumbjen. Nuk guxojmë të tingëllojmë që jemi pa shpresë. Edhe atëherë kur jemi të thyer trokë, prap duhet ta mendojmë që është vullneti i Zotit për t'u sprovuar me atë që po ballafaqohemi. Dhe Zoti, sikur se ka thënë Kur'an, nuk don për besimtarët përveç së mirë. Është një shqetësi, një mirësi në atë që po ballafaqohemi, e që ndoshta s'jemi tu i kuptuar për momentin. Prandaj, sado që mund të kem pasur situata të pakëndshme në jetë, nuk kam pasur kur një moment kur kam thënë se t'i lë gjitha. Dhe nuk besoj që mund të vijë në jetën time një moment i tillë, pavarësisht me çfarë mund të ballafaqohem. Me çfarë fjalësh ju kishe drejtu dikujt që po kalon nëpër kohë të vështira? Nuk ka njeri që nuk ballafaqohet me sfida. Francisco Fitzgerald te kryevepra e tij Gatsby madh, Great Gatsby, thot një sekuencë në fillim. Babai im para se të vdiste, më thiri dhe më tha diçka që s'do të harroj kurrë. Biri im para se të gjykosh njerëzit, më tha ai, ndalu pak dhe mendo se jo të gjithë kanë pasur mundësitë e tua. Kuptimin që nëse je duke u ballafaquar me një sprovë, me një vështirësi, nuk je i pari, nuk do t'jesh as i fundit. Dhe është një plan ideal, sekret i Zotit për jetën tënde. Thjesht duhet të pajtohesh me atë që Zoti ka caktuar për ty dhe të jesh i kënaqur me atë që ka caktuar për ty. Ndoshta pikërisht nga sprova më e madhe në jetë do të kesh përfitimin më të madh. Thjesht bëj i fortë, ngrihu prap, vazhdo sepse zakonisht forca që marrim pas vështirësive është ajo që na bën me ecë
më largë dhe më shpejt. Harku dhe shtiza për bashkjetu, për të shku shtiza në destinacion më të largë duhet të tërhiqet pak pas. Kuptimin që sa më pas tërhiqet, aq më largë shkon. Sa më shumë sprovohesh, aq më i fort je. Beson Zotin, pajtohu me caktimin e Zotit dhe ji i kënaqur me atë që Zoti ka caktuar për ty. Falenderoj edhe në sprovat që të jep Zoti. Sepse ai fundi është krijuesi yt. Ai është i gjithëmëshirshëm dhe sprova me të cilën të ka ballafaqu është një formë e shprehjes mëshirës së Zotit. Ti sigurisht nuk je duke kuptuar tani, por do të vijë një moment kur do ta kuptosh. Dhe atëherë do ta gjykosh veten, pse jam ngutur, pse u zhgënjeva, sikur në çdo hap të jetës tonë, që ne zhvillohemi kognitivisht për t'i përpunuar dhe për t'i njohur gjërat më mirë dhe pas një kohe qeshje me vendimet e mendimet që kemi marrë më herët. Njësoj edhe pas sprovave, kur t'jesh i thyer, do të qeshësh më vonë pse ke menduar se je i thyer dhe është fundi për atë moment. Shikues të nderuar, ishte një privilegj me pas besnik Johan sot me ne. Fjalët e tij, përvoja dhe reflektimet janë një thirrje për me jetu me më shumë ndërgjegje, paqe e dashni. Shpresoj që kjo bisedë ju ka prek dhe ju ka dhënë dritë për rrugtimin tuaj. Deri në takimin tjetër, ju uroj veç mira e bekimin në jetën tuaj. Mirupafshim.